Këto për rrugët e Saliut, projektet gjitha përdorin parë nga para, me hatarat, mua topografike, geologjike. Kompanitë po bën një punë mirë dhe me zgjidhjet e problemeve të mbetura të projektit, besoj kjo rrugë do të jetë funksionale në vitin 2019. Punimet në segmentin e tretë të rrugës Çugës-Qaf-Ploç, të cilat fillimisht priten të përfundonin deri në mars të vitit 2025, ja shtyr deri në gusht. Autoriteti rrugor shqiptar sqaroi se vonesa erdhi për shkak të mungesës së financimit, ndërsa punimet rifilluan në gusht të vitit 2023 pas një kredie të re. Në nëntor të vitit 2024, ARSH hapi një tender për plotësimin e punimeve në lotin 0 me një kosto prej 246 milion lekësh. Aktualisht loti i parë dhe i dytë janë realizuar në 92%, me synimin për përfundimin në maj të vitit 2025. Loti i tretë është në 81% proces, me një vlerë financimi prej $66 milion nga Fondi Saudit për zhvillim. Ndërtimi i rrugës nisi si premtim elektoral nga ish kryeministri Sali Berisha në vitin 2009. Punimet nisin zyrtarisht në vitin 2015, por projekti u deshën disa rishikime për shkak të gabimeve teknike. Me ardhin e socialistëve në pushtet, buxheti u rrit ndjeshëm. Në vitin 2018, ish ministri Damian Gjiknuri premtoi përfundimin në vitin 2019, por kjo nuk ndodhi. Në vitin 2020, ministra Belinda Balluku deklaroi se duheshin dhe $105.8 milion për të përfunduar të gjitha segmentet. Në vitin 2022, qeveria mori një tjetër hua, pikërisht për lotin e tretë, që nuk ishte parashikuar fillimisht. Kosta e lotit të parë dhe të dytë ishte $101 milion, por aktualisht ka arritur në $169 milion. Përfundimi i rrugës është zvarritur në 16 vite dhe kosto e saj është dyfishuar, duke arritur mbi $235 milion. Megjithatë, ende nuk ka një datë e qartë për përfundimin e plot të këtij projekti.